Shkodra mirëpriti një koncert të veçantë kushtuar kryeveprës Antonio Vivaldit 4 stinët në interpretimin e ansamblit të harqeve Harmonia Albanika. I konceptuar si një bashkëpuntim mes muzikës dhe letërsisë, koncerti u pasurua me leximin e soneteve që frymëzuan kompozitorin italian në krijimin e kësaj vepre monumentale, duke i ofruar publikut një përjetim të plot artistik. Koncerti erdhi në udhëheqjen artistike të Dritan Mlikës me dirigjente Kristin Doja. Si soliste u ngjitën në skenë violinistet Esmeralda Kyçiku, Elena Lamnica, Dea Nicaj dhe profesor Lorenz Radovani. Ne jemi ato që kemi lëvruar dhe kemi zhvilluar vazhdimisht edhe kemi joshur dhe krijimtarinë autorëve tonë të vendit, sidomos që kanë vëmendje parësore në performancat tona, në paraqitjen para publikut, por sigurisht pa lënë masdore ose pa lënë në harres këto kryevepra si që janë Stinde Vivaldit. Këtë vit është menduar që të luhet një ndër kryevepra të literaturës klasike botërore që janë Stinde Vivaldit, të ndërthuar në bashkë me një koment të soneteve të cilat e kanë frymëzuar autorin për të kriju këtë vepër kaq të njoftën dhe kaq prestigjioze në repertorit klasik botëror. Koncerti u shndrua në një udhtim përmes 4 stinëve të Vivaldit, duke përcjell emocione, elegancë dhe bukurinë e muzikës klasike.